Ernest Muçi po kalon një javë vendimtare te Trabzonspori. Klubi turk ka të drejtë deri më 10 maj për të ushtuar opsionin e blerjes së kartonit te Beshiktashi. Çdo veprim i Muçit shikohet me vëmendje të shtuar në këto ditë nga tifozët. Ndryshimi i fotos së profilit, duke hequr veten me fanellën e Trabzonsporit dhe duke vendosur një foto tjetër me vajzën e tij, është komentuar si sinjal largimi. Muçi do të qëndrojë i huazuar deri në fund të sezonit, dhe nëse nuk mbetet në Trabzon, gjasat janë Beshiktashi të gjejë një klub tjetër për lojtarin e kombëtares shqiptare. Mes fushori tipare sulmuese, është parë si ndër lojtarët më të rëndësishëm të këtij sezoni. Ndales për të ishte muaji prill, pasi duhet të qëndronte jashtë në disa ndeshje për shkak dëmtimi. Trabzonspori mund të mos e aktivizojë opsionin e blerjes së kartonit për Ernest Muçin. Hasan Tunçel ka zbuluar detaje të reja, ndërsa është edhe gazetari pranë Trabzonsporit në Turqi. Menaxhmenti i Trabzonsporit kërkoi mendimin e Fatih Teke në lidhje me opsionin e blerjes së Ernest Muçit. Fatih Teke e ndaloi procesin duke thënë prit pak. Muçi përjetoi një dhimbje shpine para ndeshjes me Galatasarajin. Ai kishte pasur të njëjtin problem më parë kur luante te Beshiktashi. Stafi teknik ka disa dyshime në lidhje me këtë situatë, u shpreh gazetari turk. Trabzonspori mund të aktivizojë opsionin e blerjes së kartonit deri më 10 maj, ndaj edhe kjo javë është vendimtare për të ardhmen. Shumë zhurmë, por asgjë në dritën e së vërtetës. Ernest Muçi po kryqëzon gishtat për të ardhmen e tij, pasi Trabzonspor ende s'ka hedhur një hap konkret nëse ekziston dëshira për ta blerë sulmuesin shqiptar në përfundim të këtij sezoni. Kuzey Express shkruan se klubi turk ka mundësinë të aktivizojë të drejtën e blerjes për 8.5 milion euro nga Beshiktas, që ka hequr dorë nga shërbimet e tij. Sa kaq, një luftë e brendshme ka lindur në Trabzonspor, pasi drejtuesit gëzojnë mendime të ndryshme dhe ende nuk ka një pistë të qartë se ku do të drejtohen për të vendosur pikat mbi i për lojtarin kuqezi, i cili kërkon po ashtu një informacion paraprak se çfarë mund të bëjë me të ardhmen. Vendimi, thot media turke, do të finalizohet shumë shpejt, përpara datës 10 maj, kohë kur përfundon dhe cikli i huazimit të Muçit. 25 vjeçari i është rikthyer aktivitetit në fushën e lojës, duke marrë minuta në këmbë në ndeshjen çerek finale të Kupës së Turqisë, ku shënoi dhe golin e kalimit në gjysmëfinale, si dhe u përfshi në formacionin titullar të trajnerit Fatih Teke për ndeshjen e fundit që u luajt në kampionat përballë Konyaspor.